Moderatorja e dashur Kiara Tito ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale një video ku zbulon se këtë të martë ora 6 është ftuar në një nga emisionet më të ndjekura në Top Albania Radio. Ajo do të jetë pjesë e një interviste speciale me dyshen e njohur dhe shumë të dashur për publikun, Salsano Rapi dhe Elona Duro, të cilët premtojnë një bisedë plot energji pozitive, të qeshura dhe surpriza. Në videon e publikuar nga vetë Kiara, ajo shfaqet entuziaste dhe mjaft e buzëqeshur duke treguar se mezi po pret këtë intervistë, ku do të ndalet jo vetëm te projektet e saj më të fundit, por edhe në shumë tema që kanë të bëjnë me jetën, eksperiencat dhe padyshim momentet më të bukura e të papritura që ajo ka përjetuar gjatë kësaj periudhe të ngarkuar, por shumë të bukur për të. Kiara, e cila është kthyer tashmë në një nga figurat më të dashura për publikun shqiptar, ka arritur të fitojë simpatinë e fansave jo vetëm për pamjen e saj elegante dhe stilin unik, por edhe për mënyrën e komunikimit, sinqeritetin dhe thjeshtësinë që e karakterizon. Kjo intervistë në radio vjen në një kohë kur emri i saj është më i komentuar se kur më parë dhe pa diskutim do të tërheqë vëmendjen e shumë dëgjuesve dhe ndjekësve të saj. Pritshmëritë për këtë intervistë janë të mëdha, pasi Salsano dhe Elona njihen për stilin e tyre të veçantë dhe pyetjet spontane që nxjerrin gjithmonë anën më interesante dhe të sinqertë të të ftuarve të tyre. Ndërsa Kiara premton që kjo do të jetë një intervistë ndryshe nga të tjerat, me shumë detaje nga jeta profesionale dhe personale që ndoshta publiku ende nuk i di. Të gjithë fansat dhe dëgjuesit e Top Albania Radio janë duke pritur me padurim orën e transmetimit, për të mos humbur asnjë moment nga kjo intervistë që pritet të jetë një nga më të bukurat e këtij sezoni.